Sekretariati i Etikës nuk ka marrë një vendim në lidhje me kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin e 29 deputetëve demokrat pas kausit të shkaktuar në Kuvend. Etika vendosi që mbledhjen ta shtypë për të martën pas kërkesës së kreut të grupit të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, që opozitarët u lihet kohë të njëjtë me prova dhe që mazhoranca ka paraqitur për përjashtimin e tyre. Në mbledhje me dyert të mbyllura ndodh se opozita kërkoi që të ishte e hapur për mediat. Bardhi akuzoi mazhorancën se kërkon ta fshijë opozitën nga Kuvendi. Sipas tij, mbledhja ishte zhvilluar këtë të premte me qëllim që anëtarët të ishin pjesë e Këshillit të Mandat mos t'i bashkoheshin mbledhjes në orën 10:30 për imunitetin e Ballukut, por gjithsesi mbledhja u zhvendos për të martën dhe opozita mund të marrë pjesë në Këshillin e Mandateve. Nga ana tjetër, edhe deputeti demokrat Sajmir Korreshi hodhi akuzat se opozitarët po përjashtohen pa të drejtë. Grupi parlamentar socialist pretendon se veprimet e deputetëve demokrat gjatë seancës plenare kanë qenë të mirë organizuara dhe të koordinuara, duke cënuar zhvillimin normal të punimeve parlamentare. Për Belind Këlliçin, Fidel Kretan, Albana Vokshi, Ledina Lolli dhe Denis Savatën kërkojnë 60 ditë përjashtim nga aktivitetet parlamentare pasi kanë futur në parlament dhe kanë përdorur lëndë apo mjete piroteknike dhe tymuese. Referuar këtu flakadanëve të ndezur në seancë, ndërsa deputetët Flamur Noka dhe Klevis Balliu janë të përjashtuar gjatë seancës plenare pas kaosit që krijuan dhe gjuhës jo parlamentare të përdorur ndaj tyre mazhoranca kërkon përjashtimin për 60 ditë. Për deputeten Elda Hoti është kërkuar të përjashtohet me 30 ditë nga aktivitetet e Kuvendit pasi ka dëmtuar pajisjen e parlamentit, referuar shkuljes së mikrofonave dhe ka goditur punonjësit e gardës. Thuhet në kërkesën e Partisë Socialiste. Gjithashtu për 30 ditë kërkohet edhe përjashtimi i Gazmend Bardhit dhe Sali Berishës, për të cilët mazhoranca thot se kanë penguar zhvillimin e rregullt të seancës dhe kanë thyer kodin e sjelljes me gjuhën e përdorur. Partia Socialiste ka kërkuar përjashtim me 10 ditë për deputetët Besar Xhaferi, Xhelal Mziu, Bledion Nallbati, Luciano Boçi dhe Sajmir Korreshi, pasi kanë penguar zhvillimin e rregullt të seancës, kanë shkaktuar kaos dhe kanë dënuar punonjësit e gardës. Me 10 ditë kërkohet përjashtimi i deputetëve Edi Paloka, Ina Zhupa, Klodiana Çapja, Oert Bylykbashi, Eno Bozdo, Tomorali Zoti, Ivi Kaso, Gent Strazimiri, Luan Baçi, Bleti Himçi, Greta Bardeli, Manjola Luku, Flamur Hoxha, Kliti Hoti, pasi kanë penguar zhvillimin e seancës plenare një ditë më parë.